Mi se erdhët në përballje podcast në telegrafi.com, unë jam Muhamet Harullah. Natyrisht sot vazhdojmë një temë të rëndësishme që ka të bëjë me atë që është sot inteligjenca artificiale në kohën kur dezinformatat, keqinformimi, çështje të tjera që kanë të bëjnë me propagandën janë shumë të rëndësishme, sidomos edhe në kohën e zgjedhjeve, por do të flasim edhe për atë se rajoni, Shqipëria, Kosova, vende tjera të Ballkanit, ç'është gjendja, çfarë mund të bëhet dhe cili është roli i organizatave dhe mediave që merren me fact-checking në kohë reale dhe në tema pak më të gjana. Për të diskutuar për këtë temë, unë kam kënaqësinë ta kem zonjën Ajmona Vogli nga Faktoje, e cila është menaxhere editoriale në këtë media organizat. Ajmona, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Më janë shumë mirë që po diskutojmë dhe po dalim pak për të kufive të brendshëm të Kosovës, ku flasim për tema të tilla që janë shumë të rëndësishme. Dhe kjo nuk është një intervistë klasike, është një bashkëbisedim për një temë shumë të rëndësishme, sidomos në kohën e inteligjencës artificiale. Ne sapo në Kosovë kemi përfunduar, ishte një cikël kështu le të themi shumë i madh me zgjedhje, i gjatë. 2025 dhe filluam vitin 2026 prapë me zgjedhje, duke diskutuar për zgjedhjet e vitit 2025. Faktoje si një organizatë kredibile që merret me fact-checking dhe tema tjera në Shqipëri, për cilët edhe në Kosovë. Edhe fillimisht nashta për publikun në Kosovë, kush është Faktoje? Faleminderit shumë, për mua është kënaqësi e veçantë që të jem pranë jush në këtë bashkëbisedim. Është shumë e rëndësishme të flitet sot për dezinformimin, sidomos në epokën e shpërndarjes së informacionit në mënyrë të jashtëzakonshme nëpërmjet inteligjencës artificiale, rrjeteve sociale, pranisë dhe të elementeve si ChatGPT etj. Pra është shumë e rëndësishme të flitet. Është akoma më e rëndësishme të flitet për verifikimin e fakteve dhe informacionin e verifikuar në periudha zgjedhore. Faktoje është një organizatë mediatike në Shqipëri, e krijuar prej thuajse 6 vitesh, që operon. Fokusi po nëson është verifikimi i informacionit nëpërmjet një metodologjie që aktualisht njihet si fact-checking. E bëjmë në 2 komponentë kryesor. Komponenti i parë është ai i verifikimit të deklaratave dhe premtimeve të zyrtarëve të lartë, të cilët janë përgjegjës për menaxhimin e parave publike, pra taksave tona. Elementi i dytë është elementi i verifikimit të informacionit online, dezinformatave, narrativave të ndryshme që qarkullojnë në Shqipëri, në Ballkanin Perëndimor, shpeshherë informacioni ndikuar edhe nga aktorë të huaj dashakeqës, ajo që quhet fimi ose keqinformimi me qëllime dashakeqëse nga aktorë të huaj. Pra, aspekti i punës së Faktojes është shumë i gjerë. Ashtu siç është i gjerë edhe produktet që nxjerrim, nuk janë vetëm produkte ose shkrime të thelluara, aktualitet, investigime, artikuj fact-checking, por edhe video, podcaste, seri, tutorial se si ne mund të verifikojmë ose se si mund të jemi më të kujdesshëm në konsumimin e informacionit. Dhe pse është e rëndësishme? Kjo është gjëja që unë dua të theksoj. Pse është e rëndësishme që ne të edukohemi mirë që të konsumojmë informacion të besueshëm. Sepse në rast të parë, po ta marrim në komponentin kryesor, është ai që na krijon perceptimin se çfarë po ndodh sot në botë, çfarë po ndodh në vendin tonë. Është ajo që na orienton kujt do t'ja japim votën në një periudhë të ngarkuar elektorale, kujt duhet i besojmë të ardhmen. Dhe pa vijuar pastaj edhe në mënyrën se si informacioni i gabuar, qoftë nëpërmjet dezinformimit, pra i shtyr qëllimisht nëpërmjet komponentëve të caktuar, por edhe keqinformimit, pra i ndar pa dashje, dëmeve që sjell në shumë raste. Shpeshherë ne konsiderojmë si terma të mëdha keqinformimi, dezinformimi, dhe nuk e kuptojmë realisht impaktin që ka në jetën tonë. Absolutisht. Një shembull kryesor dhe që mund t'i prek të gjithë në përditshmërinë tonë është dezinformimi që vjen për shëndetin, që është impakt i qëndësishëm në jetën tonë, është një impakt që pasqyrohet në mirëqenien tonë edhe që na rrezikon. Shpeshherë
qarkullimi i informacioneve të gabuara bën që njerëz të caktuar të ndërpresin mjekime të caktuara për vite duke kaluar në një tjetër problematikë që është ajo të rrezikimit të shëndetit. Pra, kur flasim për dezinformim, nuk është një gjë kaq abstrakte, janë gjëra të përditshme që shënojnë në mos sot nesër të ardhmen e secilit për nesh. E hape një diskutim jashtëzakonisht interesant që po du pasaj me shtjellu, sidomos pas pjesës kur folje për faktojen dhe rolin e faktojes në Shqipëri dhe në Ballkanin Perëndimor. Tash si profesionist, për shkak që e përcjell gjatë edhe gazetarin, edhe trendet që apo ndodhë, më thonë, sot kemi ardhë ajmona në kohën kur vështirë njerëzit ta dallojnë të vërtetën dhe nga e vërtetën me të pavërtetën. Sot është koha kur një foto shpërndohet në rrjetet sociale më të mëdha, përfundon edhe në mediat më të mëdha, edhe në Kosovë, edhe në Shqipëri. E kishim rastin e fundit me një fotografi të një fantazme në Prishtinë, e cila dole jo reale, por u shpërnda me të mëdha. Cilat janë sot dhe kjo shkakton panik, kjo shkakton shqetësim, absolutisht. Tash pyetja është çfarë lloj dezinformimi ka në Shqipëri, edhe çfarë lloj keq informimi. Në Kosovë janë të ndryshme, për cilat edhe ju i përcjellni, po janë edhe ndërhyjet të tendencat që i përmend me të drejtë, ndërhyjet e jashtme, sidomos të temat e sigurisë, pjesa veriore, te dialogu Kosovë-Serbi, te raportimi për serbët në Kosovë, ku ka tendenca për të keq informuar fillimisht, pastaj lajme propaganduese e të gjitha. Që shndron Shqipëria? Është vërtet që Kosova, duke qenë edhe për shkak të kontekstit historik, ka një lloj dezinformimi që është i ushqyer nga këto faktorë. Në Shqipëri është i fokusuar në nivel pak më lokal. Është një ai që themi dezinformimi dhe informacioni i shtyr nga propaganda politike, ku vetë aktorët politik nëpërmjet propagandës, nëpërmjet premtimeve të pambajtura, deklaratave të pavërteta, ushqejnë narrativa dhe propagandën e tyre si forca politike. Është një sëmundje që e kanë thuajse media në gjithë Ballkanin Perëndimor, në Kosovë, po edhe më tej, edhe në Europë dhe në botë, që janë gazetaria jo cilësore ose për clickbait. Është një problematik që haset shpesh, një lajm i paverifikuar, i nxitur nga kjo etja e madhe për të marrë klikime, për të arritur ushqen disa tituj bombastik, sensacional, dhe aty shpeshherë cilësia jo e mirë e gazetarisë. Copy-paste, pa i verifikuar burimet, pa i dhënë kontekstin lajmit. Sa për rrezikon që kjo gazetarin e mirëfill, pastaj kjo që po ndodh? E rrezikon shumë, sidomos me prezencën e rrjeteve sociale, të cilët tashmë është e vështirë të kenë një filtr informacioni. Nëse ne jemi gazetar me profesion dhe e dim që në rizaksi minimumi duhet kur publikohet një lajm do filtrohet në 2 burime, do kaloj në filtra si editori dhe pastaj redaktori dhe kryeredaktori, do kaloj patjetër një filtr tashmë me postimet online dhe me faktin që lajmi duhet kapet shpejt, duhet ta kemi dhe ne, shpeshherë po prishet kjo struktura të bërit gazetari. Pra mjafton që një lajm është i publikuar diku, shpeshherë qoftë nga etja për klikime që përkthehet në vlera monetare, në reklama, por edhe në monetizim, tendenca është edhe për të ripublikuar lajme të pa verifikuara dhe që janë burim dezinformimi. Dhe nëse krahasojmë tash, shpesh po diskutohet gjithashtu edhe e ka ndryshuar inteligjenca artificiale ose apo ndryshon, dhe a do ta ndryshojë edhe më shumë, le të themi, gazetarin tradicionale, për faktin që sot edhe me video përmbajtje, deepfake, ne globalisht kjo është problem, pra nuk është vetëm në Ballkan, në Kosovë, në Shqipëri, është problem global. Dhe ajo se çfarë po ndodh është, e përmendën në fillim, rëndësia e mendimit kritik, edukimi medial, që njerëzit me fillu me dallu ose me shku në media, nëse del një informacion kryesisht në rrjetet sociale, pastaj përfundon edhe në ndonjë media,
me kërku kush është burimi, me kërku kush është informacioni, ka po vjen, cila media ka publikua, ka do në media profesional. A ka një autor? A ka një autor? të... Dhe këtu roli i organizatave dhe mediave si Faktoj edhe të tjerëve është i rëndësishëm në këtë kohë, edhe për verifikim, por edhe për me bo ajo që quhet në gjuhën angleze fact-checking, për me eduku masën. Dhe po besoj që këtu roli është i rëndësishëm. Është vërtet. Është i rëndësishëm jo vetëm sepse teknologjia, siç e përmende, nëpërmjet prodhimit të kontentit, jo vetëm të videove të manipuluara dhe të prodhuara nga inteligjenca artificiale. Pra, i gjithë prodhimi ka ardhur nëpërmjet inteligjencës artificiale e bën më të vështirë. Nga një anë, inteligjenca artificiale po krijon formate ose content që është dezinformim. Nga ana tjetër, edhe ata që duan të çmontojnë këto dezinformime, po krijojnë toolsa ose mjete për t'i verifikuar nëse janë përmbajtje të generuara atje. Janë dy mënyra, edhe ata që e shfrytëzojnë për të mirë inteligjencën artificiale, por edhe ata janë shumë të avancuar që duan me dezinformu përmes inteligjencës artificiale. Do të thënë të dyja palët po tentojnë të ecin paralelisht me qëllime të kundërta. Kush do tha fitoj betejën pasaj? Por ne si gazetar kemi një sekret që dhe si qenie njerëzore kemi një sekret që teknologjia nuk e ka. Kemi mendimin kritik. Mendimi kritik është një nga elementët i cili është parësor. Nëse e ushqen veten, dhe veten kur flas në vetë të parë, por edhe për gjithë audiencën, qoftë rinj, qoftë moshuar etj, nëse ushqen për të menduar kritik që një informacion i cili të shfaqet mund të mos jetë ashtu, duke bërë disa elemente që sapo i tham, duke kërkuar burimin. Është një burim i besueshëm apo jo? Pra kjo kërkohet nga mediat që duhet ta bëjnë realisht. Absolutisht, ka një autor apo jo? Faqja është e besueshme apo jo? A i ke lexuar herë tjetër vetes kur ke lexuar herë tjetër informacion që ka qenë i pavërtet në këtë faqe apo jo? Kjo është një stërvitje që çdo kush mund ta bëj. Nëse lajmi që po lexon ose lajmi ose edhe video ose që po shikon ose një fotografi të shkakton të përfshin emocionalisht, çfarë është këshilla e parë që ne japim? Talo, mendo. Do të thënë, mos u panikos se pe një foto që të fantazme dhe që fantazma e Prishtinës ekziston. Mendo. Dhe te ajo foto janë pak element që mund t'i vëresh edhe pa patur nevojën e teknologjisë. Thjesht duke menduar në mënyrë kritike. Shikon atmosferën jashtë. Ishte janar, a ka mundësi që në janar në ato ditë të ftohta mos kishte borë të Prishtinë? Jo. Gjatësia. Ndriçimi, vetura të afër, niveli. Pra janë disa element që vetëm duke mos u përfshirë, se në momentin që të përfshin panikut gjërat duken më të vështira. Por vetëm duke qëndruar në një moment, duke e parë me qetësi dhe duke i thirrur arsyes, mund të kesh mundësi që ta filtrosh një informacion. Po ky lajm përfundoi edhe në media në Kosovë, në disa media online në Kosovë. E raste të tilla ka pas edhe në Shqipëri në tema të ndryshme. Absolutisht. Ku kanë qenë jashtëzakonisht të shqetësuese. Se përfundoi në media ishte sepse është një burim klikimi. Sepse është një informacion që po bëhet viral, është një informacion i cili përkthehet në ndjekës, përkthehet në njerëz që po e shikojnë, përkthehet në para. Dhe kjo është një mënyrë e vështirë për tu menaxhuar. Dhe pyetja pastaj është këto në mesin e profesionistëve të fushës është që diskutohet shpesh, të shpefiton pastaj po kthen atë që beteja, sepse është masa po e njek atë që është spekulacioni. Masa po shkon nuk po shkon me këshyr burimet, po e merr si të mirë qenë, qoftë në TikTok, në Telegram, në këto platforma, të cilat pastaj po përfundojnë pa asnjë lloj verifikimi derisa njerëzit shpesh herë nga përvoja thot e kom pa një informacion, ku e ke pa? Thot po në Facebook. Unë thom nuk jam kryeredaktori Facebookut, unë jam kryeredaktori Telegrafit. Por Telegraf mundesh me tregu. Edhe mendoj që duhet me punu në qëtë aspekt na. Është vërtet. Prandaj është gjithmonë e rëndësishme rëndësia e
organizatave si Faktoje, por edhe organizatave të tjera që bëjnë verifikimin e fakteve, jo vetëm për t'i dhënë informacion besueshëm, por edhe për të ushqyer këtë mendimin kritik, edhe për t'i folur medias që çfarë duhet ketë parasysh në momentin që publikojnë. Unë nuk besoj absolutisht që ka media të cilat e bëjnë publik një informacion për të përhapur panik edhe për të shkaktuar një lloj nervozizmi. Por shpeshherë ky është efekti që marrim sidomos në lajme të cilat krijojnë sensacion. Prandaj është e rëndësishme jo vetëm roli dhe puna që ne bëjmë, por edhe edukimi vetë masave, që jo çdo gjë që duket e vërtet mund të jetë e vërtet. Pra, këtu media duhet ta luajnë edhe rolin e edukatorit. Absolutisht, po është misioni i tyre. Media ka detyrim të informojë. Verifikimi i fakteve ose fact-checking është thjesht një metodologji. Në thelb është një punë e mirë gazetarie. Është verifikimi në dy burime. Është verifikimi në terren, është pyetja e ekspertit, është përdorimi i mjeteve online, që mund të përdoren dhe që janë lehtësisht aksesueshme, që në momentin që ai lajm të publikohet, të mos ketë qëllimisht informacion të gabuar. Dhe janë gjëra që media ka absolutisht detyrë t'i bëjë. Po du mu këthy për shkak që Faktoje funksionon kryesisht në Shqipëri, po me programe dhe me retizim në tërë Ballkanin perëndimor, në Ballkanin përgjithësi. Nëse sot e marrim edhe i shohim le të themi sfidat kryesore të gazetarisë në Shqipëri, duke përfshirë ajmona këtu edhe këtë trendin global, pra të inteligjencës artificiale të ajo se çfarë po vjen dhe çfarë mund të na sjell. Sot kemi këtë inteligjencë artificiale, po ne e nesërmja nuk e dim çfarë mund të jetë. A ka rrezik për gazetarinë e mirëfillt cilësore që përmende? Ka rrezik, por besoj se dhe nuk është thjesht një rrezik që është vetëm në Shqipëri, është një rrezik që është edhe në vende të tjera të Ballkanit perëndimor. Një rrezik është rreziku nga propaganda e partive politike, nga propaganda e qeverisjes, nga propaganda e opozitës, të cilët tentojnë të ushqejnë informacionin. Në Shqipëri ne kemi rastin e kasetave të gatshme, pra informacioni shpërndar si kronik televizive që është kopsitur brenda zyrave të PR-it dhe publikuar ashtu si ato e kanë sjellë me të njëjtin me qëllim për sjelljen e atij mesazhi. Kjo është një cënim. Mungesa informacione nga institucionet publike është një tjetër problematik që besoj. Pra mos dhënia informatës. Po, që nuk besoj se është problem vetëm shqiptar, po është problem absolutisht për gjithë gazetarinë cilësore dhe të pavarur. Pra mos dhënia e llogarisë për përdorimin e parave publike, por edhe për pjesën e koncensioneve të mëdha, politikave etj. Ndikimi i inteligjencës artificiale është pa diskutim një sfidë e madhe për gjithë gazetarët, për gjithë verifikuesët e fakteve, për gjithë ata që duan përcjellin lajmin e mirë, sepse është një sfidë për thënë të drejtën në kushte të pabarabarta. Sepse është një sfidë edhe jo vetëm me pjesën e gazetarisë, të mirë ose të keqe, ose me qëllim dezinformim dhe me qëllim çminimin e informacionit, por është një sfidë që bëhet edhe me algoritmet. Algoritmet kanë tendencë të algoritmet e nisën i temë shumë mirë të algoritmet, si duket edhe korporatat e teknologjisë, po ishtim përpara algoritmet e asaj që është sensacion. Pra, ju e keni viteve të fundit kemi për shembull ajo që është një si TikTokerët, YouTuberët, influencerët, dole më shpesh. Është vërtet. Peshtyn ky algoritmi. Algoritmi ushqehet me atë që është sensacion. Me atë që është diçka që ti e kërkon vazhdimisht dhe algoritmi të identifikon në bazë të preferencave ose edhe në bazë të një ndalese pak më shumë që ke bërë në kozgjatje. Dhe të identifikon dhe të bombardon atë lloj informacioni. Dhe dezinformimi që është i bazuar në këto element, në sensacion, që është i bazuar në atë që shkakton panik, shkakton frikë,
etj, është një ndër elementët më potencial për të bërë viral. Ndaj edhe ushqehet në mënyrë të përsëritur nga algoritmet. Është e habitshme që një lajm i bërë viral që është dezinformues krahasuar me një lajm që e ka çminuar atë dezinformacion, pra e ka sqaruar që nuk është e vërtet, nuk kanë të njëjtin viralitet online. Nuk kanë të njëjtin viralitet sepse algoritmet nuk e sugjestionojnë. Pra nuk është hyrë përpara. Por edhe rasti kundërt, rastet kur ti ke dashur të ndash një informacion të pasakt, duke e ndarë me një shënim që është i pasakt, algoritmi gjithashtu mund të të ushqejë dhe fakti që ti e ke ndarë për të thënë që shiko se është i pasakt, mund ta përndaj të njëjtin kontent. Është rasti i fushatës zgjedhore kur në Amerikë i postimit që Papa mbështeste Trump. Edhe pse u ripublikua nga demokratët në mënyrë të përsëritur që ishte një lajm i pavërtet, me shënimin që është e pavërtet, ai mori një viralitet sepse algoritmi e njohu procesin e shpërndarjes si një proces i cili tregonte interes. Pra, algoritmet nuk e dallojnë mira më të keqe, dezinformues apo informues. Shkojnë dhe ushqejnë lajme të cilat janë të fokusuara për të tërhequr vëmendjen. Dhe në këtë rast, ato që prodhojnë dezinformim kanë kohë dhe mundësi. Kanë mjete dhe kanë qëllimin. Dhe mbi të gjitha kanë mjetë qëllimin me të drejtë përmende, po dhe mjete shpesher ma shumë në dispozicion se organizatat, se mediat, se ata që luftojnë dezinformimin, keq informimin, edhe tema tilla, dhe ata janë shpesher kanë njerë, unë e thom, 2-3 hapa ma përpara. Sidomos për shkakun kur ka rënë gjatë kësaj periudhe me folme ekspert të sigurisë kibernetike, pasi që erdhi AI, ata thanë gjithçka ka rënë në zero tash, gjithçka ka fillu edhe në siguri kibernetike nga zero, sepse sot një platformë mund ta krijojë inteligjenca artificiale dhe rreziku nga kjo është shumë e madhe. Po të përdoret në mënyrë të mirë po edhe informatat shpeshherë që mund t'i jap inteligjenca artificiale për tema të ndjeshme, pra po kthem te kjo temat e Kosovës, edhe te Veriu, te situata ku ka pas raportime pak më të ndjeshme, zakonisht janë diskutabile. E nisëm te analiza e këtij bashkëbisedimi, por shkojmë ka pjesa e fundit, dhe zakonisht kam qef me përfundu te pjesa e fundit me mesazh me pritjet me të ardhmen, e tregum organizatën faktoje, analizum, skenum situatën, tregum problemet, sfidat e gazetarisë cilësore dhe roli i organizatave dhe mediave kredibile dhe profesionale. E ardhmja, që na pret? Është e frikshme apo është do të vinë në binar? E ardhmja është një luftë. Është një betejë që vazhdon. Ashtu si çdo misioni për të pasqyruar me të vërtetë, do pasqyrohet nëpërmjet gazetarisë cilësore. Mendoj që siç do ketë mjete për të dezinformuar, gjithmonë uroj dhe besoj dhe jam e bindur që do ketë njerëz me integritet, njerëz që e duan të vërtetën, që duan të luftojnë për të vërtetën për të përcjellë gazetarisë cilësore. Gazetaria është mision. Gazetaria është përcjellja e lajmit të vërtet tek publiku, duke i dhënë informacion për të vendosur për fatet e një vendi, për të vendosur për fatet e jetës së gjithë secilit prej nesh. Duke e pasur parasysh këtë, mendoj që vazhdoj të ketë njerëz me integritet, gazetar me integritet, organizata dhe media të cilat punojnë fort, të cilët gjithashtu nga ana tjetër punojnë çdo ditë për të perfeksionuar qoftë mjete, por qoftë në rritjen e kapaciteteve të gazetarëve, por edhe në rritjen e mendimit kritik të audiencave për të përthithur informacionin e saktë, por edhe për të shpërndarë informacion të bazuar. Një element tjetër i punës së Faktojes është dhe puna që ne bëjmë me të rinj për edukimin mediatik. Faktoje gjithashtu prej disa vitesh tashmë ka edhe
zhvillon edhe kursin në gazetari, në departamentin e gazetarisë, kursin e fact-checking. Është një mënyrë e mirë për brezat e ardhshëm për të edukuar me parimet e fact-checking, është një mënyrë e mirë për të qenë në kontakt me gazetarët e ri, për të edukuar ata me mënyrën se si duhet të prodhojnë lajmet dhe se si vetë ata duhet të edukojnë audiencët. Nuk është vetëm kjo, duhet bërë shumë më tepër, ka shumë gjëra për të bërë, por unë mendoj që nuk mund të dorëzohemi sepse kushtet duken vështira. Është e vërtet, sfidat ndonjëherë duken edhe më të mëdha, situatat politike, gjeopolitike, shpeshherë e vështirësojnë punën, jo vetëm të medjave, të cilat ka një lloj qëndrueshmërie, por edhe organizatave të pavarura mediatike, por vazhdoj mendoj që është në këtë tokë ka vend për të gjithë dhe ashtu siç dezinformimi do shkoj përpara, gjithashtu edhe fact checking ose nesër pas nesër një tjetër metodologji ose një tjetër mënyrë do vazhdoj përpara. Po, dhe me të drejtë me këtë mesazh kisha dashur me përmbyll. Faleminderit shumë Ajmona Vogli për këtë diskutim që ndodhe me neve në përballje podcast në telegrafi.com. Faleminderit shumë për ftesën edhe kënaqësi. Faleminderit shumë, shkëndërojshim me Ajmona Vogli nga faktoje.al në Shqipëri, sheme në përballje podcast tjetër të radhës.